Për të parën herë në këto 23 vite, gratë e qytetit të Pukës u mblodhën së bashku pa dallim partijak në kuadër të ditës së tyre ndërkombëtare. Ideatorja dhe organizatorja e këtij aktiviteti, doktoresh Sajmira Laçi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, në bashkëpunim me kryetaren e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Vera Ndreca, si dhe me Partinë Socialiste, duket se ja arritën të rikthenin traditën e bukur të festave së bashku. Në ndërim të kësaj dite, kanë nderuar dhe autoritetet vendore, ndër të cilët dhe deputeti Froku e prefekti Radovani. Sot është një ditë e veçantë që mbart respekt, dashuri të pafund për ata që na dhanë jetën, ata që na dhanë jetë nga jeta e tyre, për ata që natën e bëndit dhe na mëkuan me qumësht nga gjiri i tyre. Për ata që gjenden pranë nesh sa do larg të jemi, sa herë zemrat tona dëshpërohen, sa herë shpirtrat tanë rënkojnë, për atë krijesë të Zotit, mbushur me kaq dashuri dhe kaq mirësi. Është kënaqësi që për mua 7-8 marsit të organizohet me të gjitha gratë e Pukës, me vajzat dhe me gratë, me mësueset dhe me nënat. Unë jam vajzë, motër, nën dhe unë vetë, dhe besoj se secilën për jush e përfaqësoj dhe do t'jem për herë me ju, me të gjitha nënat, motrat, gratë, vajzat pukjane, për të festuar së bashku. Ju uroj të gjithave shëndet, gëzim, harmoni dhe gjithmonë në takime si ky i sotshmi. Dhe do t'ju uroj gëzuar për gjithmonë festën 7-8 marsit. Një urim i veçantë vjen për të gjithë arsimtarët dhe arsimtarët në të gjithë rrethin e Pukës dhe në gjithë Shqipërinë, për sakrificën e tyre në gjithë këto vite dhe për arsimtarët që nisën, sidomos për arsimtarët që nisën të mbjellin gjuhën shqipe mbas gjithë atyre shekujve rëbri. Kjo shkon për ato dhe për ju. Atëherë, urimi i dytë shkon për gratë, për një forcë jashtëzakonisht madhe e cila në shumë raste zbut si në familje, ashtu edhe në jetën tonë përditshme shumë probleme sociale, politike, ekonomike. Djora i festën, e pashi gëzimin në familje tuja, një orim kam për të nëna. Më bashi 100 vjeç dhe i hedhe dhe shishi gëzimin në familje tuja. Dua t'ju uroj të gjithave ju që jeni këtu, gëzuar 8 marsin, mbarësi, shëndet dhe lumturi. Dhe një herë, gëzuar 7-8 marsin, gëzuar suksese, lumturi dhe begati për gjitha ju dhe gjitha gratave të Pukës. Suksese dhe gjitha të mirat për një jetë më të mirë edhe në këtu në qytetin e Pukës, duke shpresuar në një bashkërendim dhe një bashkëpunim të frutshëm mes të gjitha institucioneve dhe drejtuesve që kemi për detyrë që këtij qyteti t'i japim atë gjallëri që meriton, atë vëmendje që meriton. Pa nënat nuk do ishim as këtu ku jemi as ata që jemi. Dashuria atyre është e formës më të lartë e të pranuar. Mësimet e tyre të i kalojnë çdo libër a rregull të shkruar, çdo diplom. A eksperiencë i jete si dhe falja atyre është e pa matë, se pa gruan edhe vetë kjo fjalë nuk do kishte kuptim. Prandaj sot unë dua t'ju them me gjithë zemër faleminderit. Qofshit e gëzuara, prani një botë më të bukur dhe të barabartë. Veprimtaria ka vijuar për disa orë, ndërsa gratë dhe vajzat e qytetit të Pukës, të bashkuara, pa dallime, kanë festuar së bashku, ndërsa kanë shprehur dhe ide për sa më shumë vende pune, për sa më shumë investime e mirëqenie, në mënyrë që dhe Puka e harruar të rikthehet në vëmendjen e të gjithë strukturave të shtetit. Ky 8 mars, përmes këtij organizimi, do të mbetet gjatë në kujtesën e grave dhe vajzave pukjane, si 8 marsi i rikthimit të traditës dhe festimit së bashku. Moje